në Durrës, qytet ku deti i lan çdo ditë rrugët, por nuk i pastron dot kujtimet. Historia e Mirës u prap ngadalë, si një zë që fillimisht pëshpëritet dhe më pas nuk mund të ndalet më. Ishte një histori që njerëzit e dëgjonin me mosbesim, sepse sfidonte çdo ide të zakonshme për dhimbjen, për besnikërinë dhe për atë që quhet e drejtë. Mira kishte jetuar për vite me radhë një jetë të thjeshtë. Punë, shtëpi, treg, mbrëmje të qeta. Burri i saj Arbeni ishte pjesë e kësaj rutine, asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Nuk ishin një çift që binte në sy, nuk ishin konflikte të hapura, por as ëndra të mëdha. Kishin ndërtuar një bashkëjetesë të heshtur, ku siguria vlente më shumë se pasioni. Atë mbrëmje, Arbeni doli nga shtëpia si çdo herë tjetër. Nuk pati përqafim të gjatë, as fjalë të veçanta. Vetëm një, kthehem shpejt, që u tha, pa u menduar. Mira mbeti në kuzhinë duke rregulluar enët, pa e ditur se po shite për herë të fundit derën që mbyllej pas tij. Kur ora kaloi dhe ai nuk u kthye, shqetësimi i saj u rrit ngadalë. Telefonatat mbetën pa përgjigje. Qyteti jashtë vazhdonte jetën e vet, ndërsa brenda saj diçka po shembej pa zhurmë. Ajo nuk bërtiti, nuk kërkoi ndihmë, vetëm priti. Trokitja e policisë në derë e ndau jetën e saj në dy pjesë. Arbeni ishte vrarë gjatë një konflikti të papritur, një përplasje e çastit, disa fjalë të nxitura nga nervat dhe një veprim që nuk mund të kthehej pas. Autori ishte ndaluar dhe gjithçka ishte e qartë në letër, por asgjë nuk ishte e qartë në shpirtin e Mirës. Ditët pas vdekjes së Arbenit ishin të mbushura me njerëz, por të zbrasta nga kuptimi. Ajo dëgjonte ngushëllime, dëgjonte fjalë për drejtësinë, dëgjonte premtime që koha do të shëronte. Gjithçka, Mira nuk fliste shumë. Ajo vetëm përpiqej të merrte frymë. Në varrim qëndroi në këmbë gjatë gjithë kohës, nuk qau, nuk ra në tokë. Dhimbja e saj nuk ishte nevojë për shfaqje. Ajo ishte e mbyllur brenda, e ngurtë, e palëvizshme. Procesi gjyqësor nisi shpejt. Mira ishte aty çdo ditë, ulur në një nga bankat, duke parë përballë burrin që kishte vrarë Arbenin. Në fillim, çdo shikim drejt tij i ngjallte një ndjenjë të fortë kundërshtimi. Ajo donte dënim, donte që gjithçka të mbyllej me një vendim të qartë, të prerë, por koha, si gjithmonë, filloi të ndryshonte këndvështrimin. Ajo vuri re se ai nuk përpiqej të dukej i fortë, nuk kërkonte vëmendje, nuk luante rolin e viktimës. Çdo seancë e dukej më i rëndë se herën e fundit. Në disa momente, Mira e kapi veten duke menduar jo për atë që kishte bërë, por për atë që kishte humbur edhe ai. Ky mendim e tronditi. Kur u shpall vendimi, Mira nuk ndjeu lehtësim, dënimi nuk i solli qetësi. Ajo doli nga salla me një ndjenjë boshllëku që ishte më e thellë se më parë. Tani nuk ishte më as pritje, as zemërim që ta mbante gjallë. Netët e saj u mbushën me mendime të pandalshme, pyetje pa përgjigje. Pse ndodhi? A mund të ishte shmangur? Çfarë do të kishte ndodhur nëse Arbeni do të ishte kthyer më herët në shtëpi? Letra e parë që ajo shkroi ishte një akt që as vetë nuk e kuptoi plotësisht. Nuk ishte një gjest guximi, por lodhjeje. Ajo donte të dinte të vërtetën nga goja e atij që e kishte shkaktuar gjithçka. Përgjigja e tij nuk ishte e bukur, nuk ishte e rregullt, ishte një rrëfim i çrregullt, plot faj dhe pendes. Ai nuk kërkonte falje formale, nuk kërkonte justifikime, thjesht rrëfente një natë që i kishte shkatruar jetën. Letra u bë fillimi i një komunikimi të heshtur. Ata shkruanin pa afate, pa premtime, flisnin për kujtimin e Arbenit, për peshën e fajit, për jetën që vazhdonte pavarësisht gjithçkaje. Mira e kuptoi se ishte e vetmja që i fliste atij për burrin e saj, pa e shmangur emrin. Kjo gjë krijoi një lidhje të çuditshme. Kur ai doli nga burgu, takimi i tyre ishte i shkurtër, pa emocione të hapura, pa skena, vetëm dy njerëz që e dinin se ishin të lidhur përgjithmonë nga e njëjta ngjarje, edhe nëse nuk do të flisnin më kurrë, por ata vazhduan të flisnin. Marrëdhënia e tyre nuk ishte e shpejtë, nuk ishte e thjeshtë, ishte e mbushur me dyshime, frikë dhe heshtje të gjata. Mira shpesh e pyeste veten nëse po tradhtonte kujtimin e Arbenit, por përgjigja nuk vinte kurrë qartë. Martesa ndodhi pa zhurmë, larg syve të publikut. Ishte një vendim i marrë pa entuziazëm, por me bindje. Durrësi reagoi ashpër. Fjalët u përhapën shpejt. Ajo u gjykua pa u dëgjuar. Mira nuk u përpoq të shpjegoj. Ajo e dinte se shpjegimet
nuk do të mjaftonin kur. Ajo nuk e fali vrasjen. As nuk e harroi Arbenin. Thjesht pranoi se jeta e saj nuk mund të ndërtohej mbi urrejtjen e përhershme. Historia e saj nuk është një shembull, nuk është një mesazh. Është vetëm një rrëfim njerëzor i vështirë për t'u pranuar, por i pamundur për t'u mohuar, sepse, ndonjëherë, realiteti është shumë më i ndërlikuar se sa morali, që njerëzit duan të mbrojnë. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.